Gilman Todani është 47 vjeçari që ka mbetur i vrarë pas ditën e së martës në Tiranë pranë rreth rrotullimit të Rinasit. I konsideruar si krahu i djathtë i Emiliano Shullazit, ai është një emër tetë i njohur për drejtësinë, i përfshirë në disa ngjarje kriminale dhe prej të paktën 2 atentateve në të shkuarën. Dani u dënua me 12 vjet burg për gjovënje ndaj biznesmenit Ylvi Beqaj, pronari i Hotel Volgës në Durrës, bashkë me pjesëtar të tjerë të grupit të Shullazit. Mësohet se Gilman Todani ka lënë qeli në tetor të vitit 2024, pasi kishte kryer 3 të 4 e dënimit. Gilman Todani, mik i një prej eksponentëve më të lartë të krimit në Tiranë, Emiliano Shullazi, udhëtonte si pasagjer në një mjet luksos tip Benz me një mikun e tij, i cili ka mbetur i plagosur rënd dhe ndodhet në spital. Por ky nuk është atentati i parë ndaj Gilman Todanit, të paktën nga ngjarjet që janë bërë publike, pasi në janar të vitit 2015 ai është tentuar të vritet në mes të Tiranës. Sot, 10 vite më pas, Gilman Todani nuk pati fat në atentatin e dytë që u krye në një nga zonat me sigurinë më të lartë në Tiranë, pranë rreth rrotullimit të aeroportit të Rinasit.